Po ashtu edhe në deklaratën e tij zyrtare të vetë polis, të cilin e ka dhënë dje në stacionin policor Mitrovic, edhe cilin e ka dhënë në prezencë të prindit e tij, ka thënë se këto shenja janë të vendosur në ngjyrë markeri nga shokët e klasës së tij. Disa pjesëmarrës kanë filluar të provokojnë qytetarët që kanë qenë ulur në kafeteri. Autoritetin policor ka pranuar kërcënime në rrjetet sociale, të cilat menaxhohen nga grupet e serbëve të veri. Në media ndryshme është shfaqur një person ndaj të cilit pretendohet se është përdorur dhunë e tepruar nga zyrtarët tonë policor. Policia e Kosovës ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të kryer hetimet dhe ekzaminimet e nevojshme ku janë sqaruar të gjitha rrethonat dhe veprimet e zyrtarëve tonë policor. Janë evidentuar imazhet e shfaqura tek personin në hapësirën e qafës, ku pretendoi se kishte gjak. Ka rezultuar të jetë ngjyrë e vendosur nga shokët e tij të klasës. Në këto imazhe është vërtetuar se shenjat me ngjyrë në qafë i njëjti kishte pasur edhe para veprimit apo para intervenimit të zyrtarëve tonë policor. Ku shenjat e tilla me ngjyrë kanë pasur edhe persona të tjerë pjesëmarrës në këtë defilim. Po ashtu edhe në deklaratën e tij zyrtare të vetë polis, të cilin e ka dhënë dje në stacionin policor Mitrovic, edhe cilin e ka dhënë në prezencë të prindit e tij, ka thënë se këto shenja janë të vendosur në ngjyrë markeri nga shokët e klasës së tij, pasi kjo është një traditë e cila sipas tij përdoret në festat e maturantëve të shkollave të mesme në Mitrovic periudhë. Vlen të potencohet se gjatë intervistës së tij, i njëjti nuk ka poseduar ndonjë lëndëm të shfaqur, gjë që dëshmon se ka pasur ngjyrë me mesazhe të caktuara. Policia e Kosovës sqaron me përgjegjësi plot institucionale se aktiviteti në fjalë nuk ka qenë protestë, por ashtu siç ka qenë e bërë ditur më herët, është fjala për një defilim të maturantëve të komunës së Mitrovicës së Veriut, i cili aktivitet defilim ishte paralajmëruar paraprakisht dhe në mënyrë të rregullt në Policinë e Kosovës. Në funksion të garantimit të rendit të sigurisë publike, Policia e Kosovës me njësitë e saj të rendit publik ka qenë e pranishme gjatë këtij aktiviteti për të mbështetur zhvillimin e tij të qetë dhe pa incidente. Gjatë zhvillimit të defilimit saktësisht tek pjesa e kafeterive, disa pjesëmarrës kanë filluar të provokojnë qytetarët që kanë qenë ulur në kafeteri me thirrjet Kosova është zemra e Serbisë dhe duke bërë simbolin me treg i shtrim. Në këto rrethona, me qëllimin e vetëm që situata të mos përshkallëzohet mes nxënësve dhe qytetarëve që kanë qenë në kafeteri, kanë ndërhyrë pjesëtarët e policisë Kosovës që kanë qenë të caktuar për mbavojtjen e këtij manifestimi dhe njoftimi i djeshëm se ndaj policit tonë DB është lëshuar një vetarest, është në vazhdim e përpjekjeve dhe përndjekjeve që Serbia ka bërë ndaj policëve tonë duke përfshirë edhe ata të komunitetit serb. E gjithë kjo është një përndjekje e policëve tonë dhe kjo propagandë e vazhdueshme e fabrikuar dëshmon se Policia e Kosovës është bërë target i sulmeve hibride që burimin e kanë në Beogradin zyrtar. Autoritetin policor ka pranuar kërcënime në rrjetet sociale, të cilat menaxhohen nga grupet e serbëve të veri, duke përfshirje për vrasjen e tij dhe duke kthyer atë në një kohë apo në një gjenozë që kanë bërë. Këto kërcënime kanë qenë të trajtohen seriozisht nga Policia e Kosovës, edhe nuk do të thonë që policët tonë të bëjnë cak e sulmeve